Pas shumë akuzave në adresë të komunës Tetovës për kinse shitje të pronës tek ish monopoli me çmim shumë të lirë, sot me sqarim ka dalur kryetari i komunës Tetovës, Bilal Kasami. Ai sqaroi se në tetor të vitit 2022 pronarët e atëhershëm të ish monopolit, shoqëria aksionare Tetovo Tabak, kërkojnë nga komuna e Tetovës që të tjetërsojnë hapësirën rreth pronës së tyre nga tokë shtetërore në tokë private. Sipas Kasamit, bëhet fjalë për gjithsej 6.817 metër katror, ndërsa të drejtën ekskluzive për blerjen e kësaj hapësire ka pasur Tetovo Tabak, pasi ligji kërkon që blerësi të jetë pronar i më së paku 30% të tokës që shpreh interes ta tjetërsojë. Andaj kjo nuk do të mund të ishte realizuar me ankënd publik. Ai tha se nuk bëhet fjalë për kontratë klasike për shit blerje të pronës publike, por për tjetërsim të tokës ndërtimore. Pikërisht për këtë çështje, në takimin e sotëm me gazetar, Kasami tha se lartësinë e çmimit për tjetërsim të tokës ndërtimore nuk e përcakton komuna, por ligji aktual. Në Tetovë, si rasti monopolit, kanë qenë disa hapësira publike, siç është rasti i Teteksit, siç është rasti i Shikjellakut, siç është rasti i monopolit, siç është rasti i Interprometit, në fakt, ku këto hapësira publike në bazë të vendimeve të qeverisë për privatizim janë shitur me çmime, do të kisha thënë, simbolike në krahasim me atë që është çmimi i tregut. Pra, unë këtu i kam siguruar gjitha vendimet e privatizimit të këtyre qindra hektarëve tokë në qytetin tonë, ku veç një pjesë e madhe tyre po transferohen në hapësira për banim kolektiv. Dhe në kuadër të kësaj, kur gjithë ky proces është realizuar përmes privatizimit, një pjesë që nuk është realizuar me privatizim ka mbetur me riformësim të pronës, që është obligim ligjor, gjithashtu në bazë të rregullores të miratuar shumë më herët nga qeverit paraprake, ku është e përcaktuar që riformësimi i parcelës bëhet me çmime në bazë të kësaj çmimorje. Pra, ka qenë një proces i përcaktuar shumë më herët dhe për të cilin Komuna e Tetovës nuk ka pasur mundësi të veprojnë ndryshe. Fatmirësisht u hap më herët edhe debati për Shikjellaku. Aty ku ne kemi pasur mundësi për ta ndalur procesin e uzurpimit të hapësirës publike kemi ndalur. Dhe dini që tek Shikjellaku në momentin e ardhjes tonë e pezulluam planin edhe e kemi rikthi procesin që nga fillimi. Pse? Sepse në dallim nga monopoli, në Shikjellak, pjesa dominante e pronës mbetet pronë shtetërore. Nga gjithë dikun 3 hektar atje, mbi 3 hektar tokë, vetëm 6.000 metra janë të privatizuara. Pjesa tjetër është shtetërore dhe veçmo kemi nis procesin o do të ndërtohet park ose do të ndërtojnë institucione me interes publik. Në tek monopoli ka ngelur vetëm ajo 6.000 metra e cila ka qenë obligim ligjor në bazë të kërkesës dhe iniciativës që të formësohet parcela ashtu siç ka qenë destinimi dhe çmimi në bazë të rregullores. Pra, procesi në këtë rast ka qenë i paracaktuar shumë më herë dhe ne nuk kemi pasur mundësi veprimi ndryshe. Akuzat e opozitës ishin se Bilal Kasami, 7.000 metër katror në qendër të Tetovës, ka shitur për vetëm 70 denar për metër katror.